Folklori i Ulqinit është pasqyrë e shpirtit të gjallë të këtij qyteti bregdetar, ku ndërthuren historia, deti dhe tradita shekullore. Në këngët e tij jehon zëri i valve, ndërsa në vallet plot ritëm shprehet krenaria, trimëria dhe dashuria për vendlindjen. Veshjet tradicionale me ngjyra dhe motivet e tyre të veçanta rrëfejnë histori brezash që kanë ruajtur identitetin dhe kulturën me përkushtim të rrallë. Folklori ulqinak nuk është vetëm art, por një trashëgimi e gjallë që bashkon të kaluarën me të tashmen, duke mbajtur gjallë frymën shqiptare në çdo hap, këngë dhe valle. Jemi këtu me njërin ndër veteranët e folklorit ulqinit. Zotri Atif Hasanaga, njëri ndër të parët e folklorit, ai ka në skenë rreth 54 vite të plota. Mirëmbrëma dhe faleminderit që zgjodhët të na jepni një intervistë sonte. Mirëmbrëma re ju, mirë se keni ardhur të ambientin tonë to. Është kënaqësi, është një ndjenjë bukur, një ndjenjë veçantë, ku e shohim që tradita vazhdon dhe ju nuk jeni lodhur akoma. Mendoj që kjo gjë ju mban, apo jo? Për mend mban, ere shumë, kam emocie, nostalgji, bene nostalgji, ja shumë sa kam emocie për gjithë propë, kur vim të me punu, një ushqim shpirtit i nëpë me këtë to. Do na bëni në pika të shkurtra një krahasim kur filluat ju si një i ri, si një valltar i ri që dolët për ta përfaqësuar vallen ulqinake, traditën ulqinake të valleve dhe kërcimit me këtë kohës së sotme. Si do e përkufizoni? A di si, kur kam fillu une, ka pas, vetëm si ka pas ma shumë paksa interesim. Atë herë kena mujtë mirujt ere ma shumë vallet ulqinake, traditën ulqinake, por se edhe tesh me këtë grupin si jenë ato, të i punu, ere që vete shqipni, mundohena mi majtë traditën, vallet i ulqinit, kanën i ulqinit, ashtu që e mendoj se kjo grup cila ishtë momentalisht në ulqin, duhet me vazhdu, duhet me qenë pjesa komunës ulqinit, se jam me qenë diket anash, ku me siguri ka me pasër e rezultatet mirë. Ju më thatë gjatë bisedës që në kohën tuaj ka pasur më tepër interesim për folklorin dhe për këngën e vallet. Çfarë i mungon sot folklorit në krahasim me vitet më përpara? Atë si janë shumë gjana si i mengojnë. Paksa ishte interesimi ka shku një muzika faktikisht ka shku një anë tjetër folklorit. Nuk ish ma e lidhëm për folklor, nuk mundën e me gjetë një kanë tre cila ishtë mundët mu përderu për folklor. Masë nërere edhe nëllëqin kena pak kanë, por që shëqër zotit jena apër Shkodrës e i marim disa pjesë për atë. Keni qenë, unë kështu ju quajta edhe më përpara, valltarët, folkloristët janë ambasadorët e një vendi. Ju jeni mbi 53 vite në skenë. Cili është ai moment që ju ka mbetur në mendje më i bukri gjatë gjithë kësaj karriere të vallëzimit? Kena pas shumë. Unë personalisht kam pas shumë kënaqësi, shumë kam pas suksese, por se kam jetë shto në memorien teme udhtimin në Tiranë me 80 sene, ku kena pas një turne shumë me sukses. A jam kam jetë si diçka çka ka ndodhur. Po saq në jetën time folklorike. Kush ju ka shty juve që të merreni me muzikë, me këngë, me valle? Kush ka qenë përkrahja juaj? Atë si përkrahja s'kam pas përkrahje, ja negative. Por se kam pas as negative, as pozitive. Kam shku vetë. Hapet i pari kena banë gjimnazin i Ulqinit, ka qenë një salë aty për para, aty kena fillu, aty kam fillu une.
Mësë nërë kena shëtrit për salës i salë. Teatrin teatr, ashtu. Bukur. Çfarë ka të veçantë të jesh një valltar, të jesh një folklorist? Kënaqësia me qenë një valltar, një folklorist, është shoqënia. Këta djenë moqët i rito, si më napin mu, napin energji, këta djenë varzat. Ashtu që kjo është pjesa jeme, kjo është jeta jeme. Erë une i falenderohem të tanë grupe si më kemë pranu, kështu që jam. Pas një farë interesi, pas një farë vetëm me qenë këto, me marë pjesë me ta. Çfarë i thoni dhe cilat janë ato këshilla, nëse mund t'i quaj kështu që ju ja jepni rinis këtyre valltarëve të ri? Adese, folklori është mod, folklori është jetë, folklori është mes në për pazar, folklori është në gjithë se cilin momente, gjithë se cilin segment të jetës, folklori duhet me qenë prezent, sepse mos të më keq për kuptojnë njërës, aty në folklor fësohet me ecë bukur, folklor fësohet me knu, me kacy, kena pas nuse si janë martu, kanë qenë folklor, e kanë shku janë martu në salë, ku ka lujt me burrin i vetë, me dhanrin, ka thanë, faleminderit na keni thënë folklor se kena ditë me kacy. Njëra ndërta është edhe gjëja më kryesore që mësimi i kërcimit edhe pa tjetër është që të mbetën në memorje një gjë kujtime të bukura. Përpara ka qenë pak më tabu, femrat të dalin të kërcejnë. Si ka qenë në Ulqen? Atëherë ka qenë tabu për femna, atëherë ishtë tabu për djenë. Djenë së mundën e mi pru në folklor, e varzat vinë ma shumë se djenë. Ka qenë vetëm se kena pas udhëheqësia jonë ka qenë shumë besnik në punë. Kur janë lyp me qenë audicionet, kur janë gjanët posaçme, kajnartë varzat, kajnartë. Kena pas varzat mira, valltaret mira, ashtu si unë s'paj nëmrejt asha s'paj në pëmën se belë mës të harrejt e kënë si ka qenë pjesë e ka qenë e unë kam harru dosta, e s'tish me një qëllim. Ka qenë, kena pas varzat atë jetë, përse me shumë sakrificon. Shumë ishtë lyp me shku, me prind, me bisedu, faktikisht mi garantu për jetë saj. Ashtu që tërsh ishtë e kundër ta. Pse? Do të mi vetë të djenë, ka kaj ma interesim. E kaj ma interesim kafen, apo espreson, se një vëllëzim të mi ba. Unë me dhe se lypet me vëllëzim, se këto njoftohen shokët, për një mhallë ose për një qytetit njoftohen to, varzat një sej ashtu. I kena, unë i thras të edukati jem. Është e rëndësishme ndoshta që edhe nëpërmjet vallëzimit, këngës, folklorit, promovohet kultura, promovohet tradita e një vendit. Sa keni arritur ju që Ulqinin ta promovoni dhe t'ia tregoni këto begati që ka Ulqini dhe kultura Ulqinit? Unë mendoj se kena ecë BG, mirë kena ecë, mirë. Përse a ka vend për me punu ma, ka. Çfarë kishit ndryshuar? Unë me pityne vallave, të se i kena kur gja. Përse kishëm eshti darës me një Ulqinin me cilin në jena burë. Mi shti se nuk e kena kërkejt. E kena nap një pjesë në Sarajevo, kur kena qenë para një vjetë. Një pjesë darës me kena ba me shpejt, për punë të Ulqinakve se janë jetojnë Sarajevo në Bosne. Me të ndrejtojnë ata grasje e kanë gjithë se qka kena banë na, si e kanë kuptu, ata kanë me syllet e kanë pasë. Ka qenë shumë prekse për ta. Një ata gjanët e si janë, si lypet mi shti, përsi përse na lypen antarë. Sa ndjeni ju veten të vlerësuar, me që jeni një veteran i kësaj i folklorit, si e ndjeni veten të vlerësuar nga populli i Ulqinit, nga të rinjët e Ulqinit, nga ato që merren me këngë, me muzikë? Si ka me thanë drejt, pa si farë floskullat. Këta
këta vajzat e këta djemët janë ata si në apim vlerësimin. Respekti tyne ndaj meje ishtë sa i madh. Are jemi ndaj tyne. Folklori i Ulqinit mbetet një thesar i gjallë, ku çdo këngë dhe çdo melodi bart historinë, mallin dhe shpirtin e këtij qyteti. Ai është zëri i brezave që kanë jetuar, kanë dashur dhe kanë kënduar me zemër. Ta ruajmë këtë trashëgimi do të thotë të ruajmë vetveten, identitetin dhe kulturën tonë. Le të vazhdojë kënga ulqinake të dëgjohet edhe në të ardhmen, si dëshmi e një tradite që nuk shuhet, por jeton dhe frymon bashkë me Ulqinin.